Integrimin evropian dhe ndërkombëtar të Kosovës. Kosova dhe Franca kanë shënuar një hap të ri në themelimin e bashkëpunimit dypalësh, duke nënshkruar 5 marrëveshje që synojnë forcimin e partneritetit në fusha kyçe, përfshi zhvillimin ekonomik, energjinë, arsimin dhe përgatitjet për organizimin e lojrave mesdhetare 2030. Pas ceremonisë së nënshkrimit, ministri në detyri punëve të jashtme i Kosovës Glau Konjufsa e cilësoi Francën si një nga partnerët më të rëndësishëm të vendit që nga shpallja e pavarësisë. Ai theksoi se Kosova mbetet e përkushtuar ndaj reformave demokratike, forcimit të sundimit të ligjit dhe harmonizimit të politikave të jashtme të sigurisë me ato të Bashkimit Evropian. Dhe kjo tregon që Franca dhe Kosova përmes këtyre marrëveshjeve po ngrisin në një dimension krejt të ri marrëdhënien e tyre bilaterale. Diskutuam po ashtu për perspektivën evropiane të Kosovës. Republika e Kosovës e ka dëshmuar për kushtimin e palëkundur ndaj reformave demokratike, sundimit ligjit dhe përafrimit të politikave të saj, edhe të jashtme, edhe të sigurisë me Bashkimin Evropian. I pyetur nëse blokada institucionale do të ndikojë në integrimin evropian të Kosovës, ministri deleguar për Evropën i Francës Benjamin Haddad tha se Franca do të jetë pranë Kosovës në çdo hap të këtij procesi, teksa theksoi vazhdimin e mbështetjes për anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Së pari dua të them se ajo që po dëshmojmë sot është thellimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve tona dhe hapja e rrugës për lidhje edhe më të ngushta në të gjitha fushat, qoftë përmes mbështetjes së Agjencisë Franceze për Zhvillim, zgjerimit të frankofonisë në Kosovë, përmes mbështetjes së mësimit të gjuhës frënge në shkolla, apo përmes marrëveshjeve që çojnë në thellimin e bashkëpunimit ton në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Shpresoj që vizita ime të pësohet edhe nga vizita të delegacioneve të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së Mbrojtjes për të parë si mund të bashkëpunojmë konkretisht në fushën e sigurisë, në organizimin e lojrave mesdhetare dhe megjithësisht në marrëdhëniet tona tregtare dhe investuese. Kjo është diçka që ne do ta mbështesim dhe do ta përshpejtojmë pavarësisht rrethanave. Siç e përmenda, ne mbështesim integrimin e Kosovës në institucionet ndërkombëtare. Kjo është pjesë e projektit tonë më të gjerë për ribashkimin e Evropës. Gjatë ditës, ministri deleguar për Evropën i Republikës së Francës Benjamin Haddad u takua edhe me kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurtin. Gjatë takimit ata diskutuan çështje me interes të përbashkët që ndikojnë në marrëdhënie dypalëshe ndërmjet Kosovës dhe Francës, si dhe në bashkëpunimin mes dy shteteve. Po ashtu kjo shënoi vizitën e parë zyrtare në Kosovë të ministrit të deleguar për Evropën të Republikës së Francës Benjamin Haddad.